Falënderimet qofshin për Allahun, një i vetëm dhe i pashoq. Paqja, mirësia dhe begatitjet e Madhit Allah qofshin mbi vulën e profetëve, Muhammedin alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbarëtat të cilët e ndjekin dhe e pasojnë udhën e tij deri në ditën e fundit. Vazhdojmë të nderuarit e mi me jetën e profetit alayhi salatu wassalam, ku jemi konkretisht në betejën e Bedrit dhe mësimet të cilat nxjerrin prej saj. Pra çfarë është më e rëndësishme se sa vetë informacioni, janë mësimet të cilat i përfitojnë. Pra jo thjesht informacioni. Pra dituria thjesht si informacion nuk është e dobishme. Allah shpëlet. Dituria thjesht si informacion nuk është e dobishme, ose nuk e ka vlerën e vetë thjesht që informacioni që e ka. Vlera e diturisë është se çfarë nxjerr ti prej atij informacioni, çfarë përfiton, çfarë arrin të zbatosh. Ndaj dhe lufta e Bedrit ka përfitime të mëdha, mësime të cilat i nxjerrin. U ndalëm pikërisht aty ku thamë që Kurejshitët tashmë u përgatitën të marshojnë në drejtim të Bedrit. Thuhet që ushtria Kurejshite ose ata të cilët kishin dalë në këtë ushtrinë Kurejshite që ishin më shumë se 1000, po midis 1100 deri në 1300 luftëtarë. Dhe u nisën në drejtim të Medinës. Ebu Sufjani radiallahu anhu, pas asaj që arriti të realizonte, pra e shpëtoi karavanin, dhe me të drejtë dërgoi në Mekë një korrier të tij duke lajmëruar se tashmë karavani shpëtoi, Karvani shpëtoi e përpasoi nuk është e nevojshme që të marshonin në drejtim të Medinës. Dhe fjala e tij ishte konkretisht: ju do vinit, pra ju kërkova ndihmë ose ju vura ndjeni sepse rrezikohej karvani dhe ju do vinit për karvanin. Tashmë karvani është i sigurt dhe nuk është më e nevojshme që ju të prezantoni, që ju të jeni të pranishëm. Një pjesë e kësaj ushtrie, thuhet 100 dhe thuhet 300 vet, u shkëputën. Deshën të kthehenin që të gjithë. Deshën të kthehenin që të gjithë. Tek e para, pra kur Ebu Sufjani njofton, tregon largpamësinë e tij. Pra largpamësia e tij qëndron në faktin, domethënë, që një lider i mirë është ai i cili e shmang luftën, jo ai që e kërkon luftën. Lideri është ai i cili e shmang. Ebu Sufjani pavarësisht, domethënë, në luftë nderuarit e mi, nuk ka të fituar, janë të gjithë të humbur. Fuqitë të mëdha, fuqitë të vogla janë të gjithë të humbur. Por i fituari i luftës është ai i cili ka më pak humbje. Ama të gjithë janë të humbur një luftë. Kështu që nuk mund të parashikosh ti rezultatet e një lufte paraprakisht. Pra të bësh një skicë tani në tavolinë dhe të thosh: u nisëm këtu, do shkojmë këtu, do përballemi kështu, do përballemi ashtu. Nuk ka luftë. Lufta ka shumë gjëra të paparashikueshme. Sepse ti ke një lojë shahu që është simboli një arene luftarake, një lojë shahu dhe nuk shkojnë lëvizjet ashtu siç mendon ti. Pra ti sheh që ai për shembull një lojë shahu mund të ketë 2 lëvizje, ndërkohë që ti ke pa një lëvizje të cilën, domethënë ai bën një lëvizje që ti nuk e ke pa fare, dhe s'ka shkuar në përmend. Kështu është lufta në realitet. Pra ka gjëra të paparashikuara. Ndaj lideri është ai i cili e shmang luftën. Ndaj dhe profeti alayhi salatu wasalam çfarë ka thënë? La tatamannu liqa al-adu. Ju mos e kërkoni ballafaqimin me armikun, pra mos e kërkoni luftën. Në ju raft lufta, pra nëse jeni të detyruar më patjetër nuk keni nga jamani, fathbutu, atëherë qëndroni. Pra atëherë duhet më tregu burrërinë, qëndrueshmërinë. Por jo ta kërkoni ta shmangni vazhdimisht. Dhe Ebu Sufjani radiallahu anhu e shmangu. Mirë po, ai i cili drejtonte këtë luftë ishte një tjetër. Ishte Ebu Xehli. Unë kam përshkruar dhe më parë që ai Ebu Xehli, domethënë, në një përballje që ka patur me e para përballje, që është vërtetë midis Hamzait radiallahu anhu, ekspedita e Hamzait e përbërë për 30 vetash dhe ajo e Ebu Xehlit, ku minimalisht kishte 100 veta, po flitet që kishte 300 veta. Pra kam cilësuar se përse ai Ebu Xehli
përse Abu Xehli domethënë kishte tabiat ose natyrë tjetër nga ajo e Abu Sufjanit. Abu Sufjani shkon në një karvan madhështor me një numër jo të madh njerëzish. Pra në të njëjtën kohë për treguar edhe sigurinë, por edhe për mos me ngjall dyshime, sepse të tjerët normalisht kur shohin një përgatitje të madhe, një shoqëri të madhe, do marrin masa do thotë paska diçka më shumë vlerë. Do të thonë zyrësia i vazhdimisht. Ndërsa në kampin tjetër ai i cili do zbatonte këto fjalë do të ishte Abu Xehli. A kthente Abu Xehli? Kjo është detyra. Një pjesë e ushtrisë thashë që donin të kthehenin të gjithë. Askush nuk donte të shkonte në luftë. Një pjesë e ushtrisë, Fisi Beni Zuhra, u kthy. Thuhet që ishin minimalisht 100 veta dhe thuhet që ishin 300 vetë. Deshën të kthehen dhe barku i Fisit të pejgamberit alayhis salam Banu Hashim, por nuk i lanë. Deshën dhe të tjerë të kthehenin, por ai Abu Xehli tha vallahi, pa shku në Bedër, të qëndrojmë 3 ditë atje, të therim dhe vetë, të ham, të pim, të japim arabëve me pi, të kërcejmë, të këndojmë, vallahi, tha, nuk kena për të nalu. Kjo i vurin pozitë të tjerët. Pra, çfarë pofton ky Abu Xehli në rastin konkret? Thjesht me njëmëllësia. Sa as nuk po thot që të shkojmë të bëjmë luftë, jo. Po thot, domethënë që ato as nuk e kanë guximin të përballen me ne, këtë po tregon. Por duke qenë se nuk e kanë guximin të përballen me ne do të kemi një tjetër situatë. Ne do shkojmë atje, do kërcejmë, do këndojmë sa ta marrin vesh gjithë arabët edhe arabët, nëse do të kenë mend në një ditë për një ditësh që duhet me u përballë me kurishitët, të menohen 2 herë. Ky ishte mendimi i Abu Xehlit. Vazhdoi karvani i Abu Sufjanit, tashmë i sigurt në drejtim të Mekës, dhe niset ushtria në drejtimin kryesor të Abu Xehlit në drejtim të Bedrit. Profeti alayhis salam i njoftuar domethënë për lëvizje, tashmë e dinte plotësisht i sigurt që karvani shpëtoi, thot ndërmer masa. Kush do të ishin masat? Pra e para, ajo që mësojmë është që një lider është ai i cili i shmang problematikat. Jo, shikoj se do t'i shkoj deri në fund. A ke mundësi ta shmangësh një herë, ta zgjidhësh pa luftë. I tillë ishte Abu Sufjani. E dyta, ne prej fesë tonë kemi që duhet me pas një të parë. Ndaj dhe profeti alayhis salam na ka mësuar, domethënë që thotë dhe kur të niset ndonjëri për ju shtjeni 3 veta, qofsh edhe 2, domethënë po 3 që është maksimalja ose fillimi i asaj që quhet ndryshe shumësi, kur të jeni thotë 3 veta, zgjidheni një të parë. Pra që njeriu të mësohet gjithmonë me çështjen e të parit. Dhe ndër porositë e profetit alayhis salam më kryesore dhe ndër të fundit të cilin e përsërisë vazhdimisht, thot ju këshilloj të keni frikë Allahun dhe t'i bindeni të parit tuaj. Edhe në qoftë thot Zezak, domethënë pse e ka cilësuar Zezakun nderuarit e mi, sepse Zezakët në atë kohë ishin sklever. Pra nuk e ka për qëllimin me ngjyrën, por e ka për qëllimin domethënë edhe në qoftë se vjen nga statusi sklav dhe është zgjedh si i parë, domethënë në një eveniment apo në një ekspeditë, cila do qoftë ajo, ju duhet t'i bindeni atij me patjetër. Pra nuk ka shiko se unë e shoh kështu apo e shoh ashtu. Zbatoj herë atë që të thuhet, pastaj diskutoje, nuk ka problem. Të hapur për diskutime, të hapur për sugjerime, por i herë zbatoj atë që të thuhet, pastaj diskutojmë pjesën e dytë. Pra e dyta, ajo që u zbatua, mirë po ke ky i pari, duhet kemi kujdes që kur ta përzgjedhim njeriu ideal. Sepse nëse do të përzgjedhësh një Abu Xehel, do të pësosh siç e psuan kurajshitët me Abu Xehelin. Pra Abu Xeheli me hapin që ndërmori e vulosi të ardhmen nderuarit e mi. Sepse tha kur më stuj unë një jetë, vallahi në qofsh edhe në gjën, domethënë që ti mund ta konsiderosh veten tënde ekspert. Aty ku e konsideron veten tënde ekspert,
Aty Allahu me madhnit vetë ka për ta tregu se ku e ke vendin. Ndaj, në jetë në mbështetju Zotit, në çdo lloj situate. Jo eksperiencës, jo aftësisë tënde. Ndaj dhe shef, domethënë, gjithmonë e kthejmë ke mjekët hoxhallar, po s'kena qejf më përmend shumë ke hoxhallar. Shef që domethënë bën gabime që nuk amatoreske. Në të gjitha fushat ndodh kjo. Arsyeja mund të jetë një neglizhencë. Arsyeja një vetë besimi të tepruar. Domethënë çashke, se kam të unë si kafen e mëngjesit. Po, ajo kafja e mëngjesit pastaj ngel në fund. Kështu që gjërat duhet i marrësh vazhdimisht me seriozitet. Kur zgjedhet i pari, duhet zgjedhet njeriu i ka vetit për të qenë i parë, për të qenë lider. Dhe lideri domethënë është ai i cili mendon vazhdimisht se si të shmang situatat të cilat rrezikojnë dhe prodhojnë domethënë pakënaqësi ose prodhojnë sfida. Ai i cili krijon stabilitet, po krijove stabilitet diku i ke fituar ato njerëz. Vim tek pjesa e tretë. Tashmë profeti alayhis salam në mirëbesim të plotë, domethënë i sigurt që ka përfunduar çështja e karvanit, merr dhe diskuton me të pranishmit, me shokët e tij. Kërkon të konsultohet. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala më ka premtuar një ndër dy fitoret. Allahu xhallahu në Kur'anin e tij famlar dhe ka përshkruar këtë duke thënë wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifatayn. E kur Allahu ju premton, ashtu siç Allahu ju premton ju një nga dy grupet. Grupi i parë ishte karvani, hiku karvani, shpëtoi, kush mbetet? Grupi i dytë. Grupi i dytë është përballje luftarake. Pra Zoti thot më ka garantuar mua një ndër dy fitoret. Pra ose karvani, ose tani e dyta se karvani hiku. Thot dhe fliste pejgamberi alayhis salam dhe shifte nga ku shifte? Shifte nga ensarët, pra nga venalit e Medinës. Tham, e kam cicuar dhe do ta cicoj vazhdimisht se na duhet fiksohet kjo. Sepse çfarë është kusht në fillim, çfarë bim kur bim dakord për diçka në fillim, çdo gjë në jetë nuk ka vend për llafe mrapa. Por ram dakord në fillim për diçka, nuk ka vend për llafe mrapa. Do thon shiko, po se unë se dija kështu, nuk e kisha menduar këtë. S'ka e kishe menduar se kishe menduar, unë mendojshë, s'ta kërkoj kush me zor. S'ta kush hajtë se i mendoj mrapa, jo, unë mendojshë, pare se ta miratojshë apo ta konfirmojshë një diçka. Ndaj, profeti alayhis salam kishte rënë dakord me Medinasit para se të ndodhshin këto situata që Medinasit e mbrojnë të dërguarin e Zotit dhe janë palë me të brenda territorit Medinës, jo jashtë territorit Medinës. Dhe thamë që Bedri është jashtë territorit Medinës dhe goxha larg madje, sepse me Medinën e pejgamberit alayhis salam është minimalisht domethënë 150 kilometra. 150 kilometra kishte shkuar në qytet tjetër zotnia, po vetëm se nuk ishte i banuar Bedri, domethënë, kështu që nuk ishte i detyruar. Dhe profeti thamë që në 8 ekspeditat paraardhëse nuk kishte marrë pjesë asnjë ensari, as në Medinas. Kjo është ekspedita e parë. Këta nuk kanë shkuar për luftë. S'kan shkuar për luftë. As pala e parë nuk është nisur për luftë dhe as pala e dytë që janë kurajshitët nuk janë nisur për luftë. Këto janë nisur për plaçkitur, thonë ndryshe, domethënë me përdorur për këtë karvanin, këta të tjerë për të mbrojtur karvanin dhe vetëm kaq, asgjë më tepër. Dhe profeti domethënë tashmë hiku pjesa e parë, karvani mbaroi. Lufta është e paevitueshme. Ose do të tërhiqesh dhe shkosh në Medinë, por nuk e din se si të shkon situata po të shkosh në Medinë, sepse mund ta mësojnë ato kurajshitët dhe të shkojnë edhe në Medinë, ose do qëndrosh aty në Bedër dhe të evitosh përballjen në Medinë, rrezikun e Medinës. Dhe profeti alayhis salam që u drejtohet në këtë formë dhe shef nga ata, sahabët domethënë kanë qenë njerëzit më të zgjuar, më të mençur. Ndaj edhe dietari i shuar Ibn Rajab al-Hanbali, Zoti i mëshiroft, ka shkruar një libër Fadlu ose një broshur Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. Vlera e diturisë të parëve ndaj diturisë më të mbrapumve. Arsyeja domethënë
që e kanë patur vigjilencën jashtëzakonisht të lartë. Pra profeti alayhis salam po flet tashmë sikur po don të konsultohet që Zoti më ka garantuar mua një ndër dy fitoret, pra hiku e parë kush ka mbet e dyta dhe shef në drejtim të këtyre, sepse këta në kushtet që kanë me profetin alayhis salam nuk e kanë pjesë për balljen luftarake. Dhe Saad ibn Muadh flet në emër të tyre dhe thamë që Saad ibn Muadh mbante flamurin e ensarve. Ai ishte ndaj i takon të fliste sepse ishte ai i pari përfaqësuesi i tyre. Saad ibn Muadh i tha: "O i dërguari i Allahut, a mos e ke për ne këtë fjalën, domethënë? Pra mos po e hedh për ne pjesën që po kërkon të konsultohesh?" I thot profeti alayhis salam: "Po e kam për ju." Për nuk ka me të mbet hatri, pse me të mbet hatri? Ne jemi rënë dakord për diçka në fillim. Mirë besimi ose dashuria që mund kemi për njëri tjetrin nuk duhet të abuzohet me të, të shfrytëzohet. Unë kam rënë dakord deri këtu, s'kisha rënë dakord për këto të tjera. Po nëse u tërhiqnin këto sahabët në pozitë, nuk është se dikush do t'i fajsonte, se realisht domethënë ata kishin shkuar me profetin alayhis salam për karavanin dhe vetëm kaq. Ajo nuk ekzistonte, ke e dyta më thon drejtën ne s'du me bë luftë me Qurayshitët. Pa e bonin ato diçka të tillë. Ato i kishin thënë pejgamberit alayhis salam: "Ne do të mbrojmë ty ashtu siç mbrojmë fëmijët tanë." Pra ti prisje se do ta bënin diçka të tillë dhe përgjigjet Saadi dhe thotë: "I dërguari i Allahut, nëse këto fjalë po i drejton për ne, domethënë po na ke për qëllim për synim neve, ne nuk themi që ashtu siç fillimisht Saadi ka thënë këtë fjalë, një fjalë shumë madhështore. Ka thënë: "I dërguari i Allahut, sikur të shkosh në drejtim detit, për më u fut në det, ne të themi ti para në mrapa, ne do jemi me ty." Pra ka marrë fund ajo gjë. Ndërsa një tjetër sahabi i nderuar foli dhe ai dhe tha: "O i dërguari i Allahut, ne nuk themi ty siç i thanë Ithtarët e Musait, i thënë Musait që shko ti dhe Zoti jote lufto, fa inna ha huna qa'idun, se ne po rrim këtu po ju presim. Por ne themi ti me Zotin tënd para, ne mas jush." Pra është Allahu, pas Allahut është pejgamberi, pas pejgamberit rënditen njerëzit me radhë. Ne jemi pas jush. Kjo thotë e qetësoi pa mas të dërguarin e Zotit alayhis salam, e qetësoi pa mas, e siguroi pa mas, i dha një siguri jashtëzakonisht madhe, thotë dhe vazhdoi domethënë përgatitja tjetër për këtë përballje, pra para përballjes së madhe. Çfarë kemi veç kësaj këtu? Pra pam të parën lideri, çfarë do thotë lider, të dytën çfarë bën një lider dështak, e treta çfarë është konsulta, shura, quhet në gjuhën e fesë domethënë, të konsultohesh, një urdhër prej Zotit xhelalu dhe do ta vrem që pejgamberi alayhis salam përveç kësaj ka patur konsultë të tjerë me shokët e tij, ka patur të tjetër. Po kjo ka qenë e para, domethënë që donte ta dinte ai kishte të gjithë grup, sepse tham tek Qurayshitët domethënë ish kthyer në rrugë rreth 1/4 e ushtrisë. Me të drejtë, edhe donin të kthehenin të gjithë, sepse nuk e donin luftën. Tani vim tek një pjesë shumë e rëndësishme, ajo që na përshkruan Allahu subhanahu wa taala, pra ku thotë: "Wa idh ya'idukum Allahu ihda at-ta'ifatayn", e kur Zoti juve ju premtoi një ndër dy karvanët ose një ndër dy grupet. "Annaha lakum", do të jetë juaja. Pra o e para, o e dyta do të jetë juaja. "Wa tawadduna an ghayra dhati shawkati takunu lakum", ju doni të zgjidhni atë që është më e lehtë, që ka më siguri. Më siguri kush kishte? Karvani, jo lufta. Allahu e plotson e thotë: "Wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimati", por se Zoti do të çojë në vend vërtetën me fjalët e tij. Pra Zoti e din që kjo përballje e gjitha kjo, domethënë përfundimin nuk do të jetë karvani. Përfundimi çfarë do të jetë? Do të jetë lufta.
është e papëlqyeshme për njerëzit, është e urryeshme. Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum, ju është bërë obligim juve lufta edhe pse është e papëlqyer për ju, nuk është e dashur. Asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ju mund ta dëshironi diçka, ju mund ta urreni diçka, por të ketë dobi për ju, të jetë në të mirën tuaj. Mund ta dëshironi diçka për të jetë në dëmin tuaj, Allahu e din dhe ju nuk e dini. Ne nuk i dim se çfarë fshehin. Çdo e keqe ndëruarit e mi e ka të mirën brenda. Mos u nxito të përjetojsh të mirat apo domethënë ti gëzojsh të mirat më një herë. Aty do ta gjesh të mirën, është e mira aty. Çdo sprov, çdo e keqe, çdo mysybet e ka, por ti duro do ta shijosh në të ardhmen. Dhe Zoti domethënë po u thotë që ju doni këtë të parën, por Allahu don dytën. Sepse e para sa do që të kishte vlera, nuk do t'i gëzonte vlerat e vërteta. Vlerat e vërteta ishin tek e dyta se mori kthes. Shteti të cilin e ndërtoi pejgamberi alayhis salam tashmë e kishte emrin ndryshe, famën ndryshe. Njerëzit filluan dhe ta njihnin. Kurejshitët tani e tutje, por dhe të tjerë të cilët nuk e merrnin në konsiderat, nuk gëzonte konsideratën e tyre, tani e tutje të thonë, kujdesere se ky njeri është përballë domethënë me një ushtri 3 fishi i tij në numër, jo në përgatitje. Thamë që kurejshitët kishin mbi 100 kalorës, pejgamberi alayhis salam vetëm 2 kuaj kishte, 2 kalorës. Pejgamberi ishte midis 310 deri në 319 persona dhe kishte vetëm 70 deve barce. Pra edhe ke kafshët që devet hypnin me radhë, që do thotë që ishte një ushtri e lodhur ajo. Ndërsa kurejshitët, siç do e vrem më mbrapa kur pejgamberi alayhis salam ka pyetur që sa therin, sa deve therin ditë për ditë, i kanë thënë herë therin 9 do i dërguari i Allahut dhe një ditë therin 10. Ka thënë atëherë janë midis 950 dhe 1000 burrave, që do thotë që një deve mjafton për 100 veta me ngrënë, domethënë një ditë. 100 veta me hor mirë, e kupton? Po kasapi jonë nuk di më therë deve. Se ti kishim thonë, po nuk din. Atëherë, Zoti pra po ju thotë që ju mund ta urreni këtë gjë, por Zoti këtë don. E vazhdon të thotë, "U yaqta'u dabir al-kafirin", sepse nëpërmjet kësaj çfarë do ndodhi? Do të ndodhi domethënë që këtu do të fillojnë thyerje, do të thyen dhe do të dështojnë, do psojnë disfatet e tyre jo besimtarët. Të dyja palët u nisën për një qëllim të vetëm. Njëra për ta futur në sundim karvanin, tjetra për ta mbrojtur karvanin. Të dy kërkonin karvanin. Asnjëra nuk donte luftën. Dhe që të dy palët tani shkojnë dhe përballen në luftë. Ndaj dhe vërtetohet edhe një herë tjetër, ti don, unë dua, Zoti bën atë që dëshiron Allahu. Në jetë duhet mësohesh, thuash që falënderimi i qoftë Allahut, i cili i finalizon gjërat ashtu siç don kaderi caktimi i tij. Jo siç mund dua unë, siç mund dëshiroj unë. Llogaritë tona njerëzore të nderuarit e mi, sado që të jenë ideale, sado që të pretendohet se janë precize, mbeten njerëzore. Dhe njerëzorja, probabiliteti që të gabojë, domethënë, është jashtëzakonisht vazhdimisht e lartë. Është vazhdimisht e lartë. Përpos profetët të cilët Zoti xhelal ka garantuar mbrojtjen e tyre, i ruan Zoti nga gabimet, të mos gabojnë, sepse në natyrën e tyre janë profetë, janë njerëz, domethënë, profetët janë njerëz. Mirë po Zoti ka garantuar ruajtjen e tyre, për pasojë domethënë nuk gabojnë. Ndaj pajtohu me atë që përballesh në jetë, mos anashkalo kurrë këto mësime si këto të sotmet, që në jetë duhet vazhdimisht ta kesh një lider, dhe ky lider duhet të jetë personi ideal, ai i cili e ka merakun e të tjerëve, domethënë nuk e konsideron të qenit të parë privilegj, por e konsideron përgjegjësi, është ai i cili përpiqet vazhdimisht për të mirën e të tjerëve si për veten e tij, dhe për ta vërtetuar këtë gjë, lipset që në mënyrë të vazhdueshme ky të ketë konsult.
duke patur konsulte, duke patur këshill të nderuarit e mi, duke u këshilluar me njëri tjetrin, ne vëm në punë apo në praktik fjalën e Zotit ku thotë wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, e ju bashkëpunoni në vepra të mira dhe devotshmëri dhe mos bashkëpunoni për gjëra të liga e për gjunahe. Dhe këtu shkarkohet dhe bjen pak ajo shkarkohet pak përgjegjësia e liderit për pasojat që mund të jenë të ardhmen. Thot paktën i kemi marrë këto vendime, i kemi marrë me grup. Nuk ka dalë vetëm një me thënë, kështu si them unë edhe pik. Por është konsultuar me të tjerët, aty ka ekspertë të ndryshëm, siç do e vrejmë dhe në herët e tjera, se si pejgamberi alayhis salam konsultohet me ekspertë të fushës dhe rezulton që propozimi i tyre, ajo që ata sugjeronin, ishte i duhuri dhe jo sugjerimi apo propozimi alternativa e vetë pejgamberit alayhis salam. Elusim Allahun xhelle xhelalu Zot na falë na mëshiro, na pajisë Zot me moral të lartë të Hazrat Muhamedit alayhis salam, na bëj jetën të lehtë dhe na mëson ta vëmë atë në shërbim të fesë tonë, na bëj vdekjen të lehtë dhe na mëson Zot të vdesim me dinjitet e shahadat. Zot na shto dashurinë për njëri tjetrin në emrin tënd. Na bëj për atyre të cilët duhen këtë dynja e të bohen me njëri tjetrin në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.